Tjetër përplasje ka lindur për mes partive politike, por jo vetëm dashmë, por edhe mes qytetarëve, sa i përket çështjes së reformës territoriale. Partia Socialiste ka depozituar në kuvend draftin për reformën e re administrativo-territoriale, që parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Propozimi nuk prek numrin e qarqeve, të cilat mbeten 12. Sipas draftit, 15 bashki do të shkrihen, duke u bashkuar me njësi të tjera të qeverisjes vendore, ndërsa 33 bashki mbeten të pandryshuara. Ndryshimi parashikohet në 28 bashki në të gjithë vendin, ndër bashkimet kryesore janë Cëriku dhe Belshi i bashkohen Elbasanit, Dimali dhe Poliçani me Beratin, Patosi dhe Fieri bashkohen bashkë, Divjaka me Lushnjën, Selenica me Vlorën, Maliqi me Korçën dhe disa njësi të tjera qarqe në Gjirokastër, Shkodër, Dibër dhe Tiranë. Një ndryshim i veçantë është përfshirë në zonën e Rinasit në bashkinë Tiranë. Zona e aeroportit Nën Tereza së bashku me Domjen dhe Bërxullën do të krijojë një njësi të re administrative në kryeqytetin. Drafti sjell edhe një koncept të ri të qeverisjes vendore, ku zonat që humbasin statusin e bashkive do të njihen si qytete me status të veçantë ligjor e do të kenë një nënkryetar përgjegjës për koordinimin administrativ. Ndryshe nga propozimet e mëparshme, Partia Socialiste nuk parashikon krijimin e rajoneve të reja, ndërsa qarqet mbeten në numrin aktual prej 12. Bashkitë e prekura nga reforma do të kenë 60 ditë kohë për shqyrtimin dhe konsultime qytetarët. Ndërsa Partia Demokratike prezantoi propozimin e saj për reformën administrativo-territoriale, duke kërkuar rritjen e numrit të bashkive nga 61 në 100 me 12 qarqe dhe 6 rajone. Sipas Partisë Demokratike, shtimi i njësive vendore do të sjellë shërbime më të afërta për qytetarët dhe menaxhim më efikas të territorit. Qarku i Fierit do të kishte numrin më të madh të bashkive me 12 njësi, ndërsa më pas renditet Vlora me 11 dhe Tirana e Korça me nga 10 bashki. Propozimi demokratëve parashikon krijimin e bashkive të reja në disa qarqe, përfshirë Tiranën, Lezhën, Dibrën, Shkodrën, Vlorën dhe Fierin. Qarku i vetëm që nuk ndryshon në hartën e Partisë Demokratike mbetet Gjirokastra, e cila do të mbetet me 7 bashki, saqka aktualisht Partia Demokratike ka kundërshtuar propozimin e socialistëve për 46 bashki, duke cilësuar atë si një përpjekje për centralizim të pushtetit vendor.